Data 30 qershor. Jozueu, kapitulli 2. Jozueu biri i Nunit dërgoi 2 burra nga Shitimi për të vëzhguar fshehurazi, duke u thënë: Shkoni kontrolloni vendin dhe Jerikon. Kështu ata shkuan dhe hyrën në shtëpinë e një prostitute të quajtur Rahab dhe aty banuan. Këtë gjë ja treguan mbretit të Jerikos, duke i thënë: Ja, disa bijtë e Izraelit erdhën këtu sonte natën për të vëzhguar vendin. Atëherë mbreti i Jerikos dërgoi t'i thotë Rahabit: Nxirri jashtë njerëzit që kanë ardhur te ti dhe kanë hyrë në shtëpinë tënde, sepse ata kanë ardhur për të vëzhguar tër vendin. Por gruaja i mori 2 burrat dhe i fshehu, pastaj tha: Është e vërtetë, këta njerëz erdhën tek unë, por nuk e dija nga ishin. Në çastin kur mbyllej porta e qytetit, kur ishte errësuar, ata burrat dolën. Nuk e di se ku shkuan. Ndiqini menjëherë, sepse mund t'i arrini. Ajo përkundrazi i kishte hipur mbi çati dhe i kishte fshehur midis kërcejve të lirit që i kishte shtrirë mbi shtrat. Atëherë ata i ndoqën në rrugën e Jordanit në drejtim të vaut të lumit, dhe sapo dolën ndjekësit, porta u mbyll. Por para se t'i zinte gjumi i vëzhguesit, Rahabi u ngjit pranë tyre në çati dhe u tha atyre burrave: Unë e di që Zoti ju ka dhënë vendin, që tmerri juaj na ka zënë dhe që të gjithë banorët e vendit dridhen nga frika para jush. Sepse ne kemi dëgjuar si thau ujërat e detit të kuq Zoti përpara jush kur dolet nga Egjipti, dhe atë që ju u bë 2 mbretërve të Amorejve, matan Jordanit, Sihonit dhe Ogut, që vendosët t'i shfarosni. Duke dëgjuar këto gjëra, zemra jonë u mpak për shkakun tuaj, askujt nuk i mbeti asnjë fije trimërie, sepse Zoti Perëndia juaj është Perëndia atje lart në qiejt dhe këtu poshtë në tokë. Prandaj ju lutem, betohuni në emër të Zotit që ashtu si kam treguar dhe mshurinë ndaj jush, edhe ju do të tregoni po atë dhe mshurinë ndaj shtëpisë së atit tim, më jepni pra një shenjë të sigurt që do t'i lini të gjallë atin tim, nënën time, vëllezrit dhe motrat e mia dhe të gjitha gjëra që u përkasin atyre dhe që do të shpëtoni jetën tonë nga vdekja. Ata burra ju përgjigjen: Jeta jon për atë tuajën, mjaft që të mos e tregoni çështjen tonë. Dhe kur Zoti do të na jap vendin, ne do të trajtojmë me mëshirë dhe me shpirt lirësi. Atëherë ajo i zbriti nga dritarja me një litar, sepse shtëpia e saj ndodhej mbi muret e qytetit dhe ajo banonte mbi muret. Dhe u tha atyre: Shkoni në drejtim të malit që ndjekësit tuaj të mos ju gjejnë, dhe qëndroni 3 ditë të fshehur atje derisa të kthehen ndjekësit tuaj, pastaj do të vazhdoni rrugën tuaj. Atëherë ata burra i thanë: Ne do të çlirohemi nga betimi që na detyrove të bëjmë, po të jetë se kur të hymë në këtë vend, ti nuk ngjit në dritare nga e cila po na zbret këtë kordon të hollë me ngjyrë të kuqëreme, dhe po nuk mblodhe në shtëpinë tënde atin tënd, nënën tënde, vëllezrit e tu dhe tër familjen e atit tënd. Por në rast se dikush del jashtë pragut të shtëpisë sate, gjaku i tij do të bjerë mbi kryet vet dhe ne nuk do të kemi faj për këtë. Por gjaku i kujdo qoftë që do të jetë me ty në shtëpi, do të bjerë mbi kokën tonë në qoftë se dikush i prek me dorë. Por në rast se ti tregon punën tonë, ne do të çlirohemi nga betimi që na ke detyruar të bëjmë. Ajo tha: U bëft ashtu si thatë ju. Pastaj u nda me ta dhe ata ikën. Ajo lidhi në dritare kordonin e hollë të kuqërem. Ata ikën pra dhe shkuan në mal ku ndenjën 3 ditë derisa u kthyen ndjekësit. Ndjekësit i kishin kërkuar gjatë gjithë rrugës, por pa i gjetur dot. Kështu të 2 burrat u kthyen, zbritën nga mali, kaluan Jordanin dhe erdhën te Jozueu, biri i Nunit, dhe i treguan të gjitha ato që kishin kaluar. Dhe i thanë Jozueu: Me siguri Zoti na e ka lënë në duart tona tër vendin, që tani tër banorët e vendit dridhen nga frika para nesh. Psalmi 123. Drejteje i ngres sytë e mi, drejteje që je ulur në qiejt. Ja ashtu si sytë e shërbëtorëve drejtohen te dora e zotërve të tyre dhe sytë e shërbëtorës te dora e zonjës së saj, kështu sytë tanë drejtohen te Zoti, Perëndia ynë, derisa ai të ketë mëshirë për ne. Ki mëshirë për ne, o Zot, ki mëshirë për ne, sepse jemi velur jashtë mase me përçmimin. Shpirti ynë është velur jashtë mase me talljen e arrogantëve dhe me përçmimin e krenarëve. Psalmi 124. Në qoftë se Zoti nuk do të kishte mbajtur anën tonë, le të thotë Izraeli. Në qoftë se Zoti nuk do të kishte mbajtur anën tonë, kur njerëzit u ngritën kundër nesh, ata do të na kishin përpirë të gjallë, aq shumë shpërtheu zemërimi i tyre kundër nesh. Atëherë ujërat do të na kishin mbuluar dhe porrojt do të kishte kaluar mbi ne. Atëherë ujërat e fryrat do të kishin kaluar mbi ne. Bekuar qoftë Zoti që nuk na la si preta dhëmbëve të tyre. Shpirti ynë shpëtoi si zogu nga laku i gjuetarit. Laku u kput dhe ne shpëtuam.
Ndihma jonë është te emri I Zotit, që ka krijuar qiejt dhe tokën. Psalmi 125. Ata që kanë besim tek Zoti janë si mali I Sionit, që nuk mund të lëvizet, por qëndron për jetë. Ashtu si Jeruzalemi është rrethuar nga malet, kështu Zoti rri përreth popullit të tij, tani dhe për jetë. Sepse skeptrit pa bezve nuk do të pushojë për jetë mbi trashëgiminë e të drejtëve, që të drejtët të mos I shtyjnë duart e tyre për të bërë të keqen. O Zot, bëju të mirë njerëzve të mirë dhe atyre që kanë zemër të ndershme. Por ata që ndjekin rrugë dredha, Zoti do t'i bëjë që të ecin bashkë me ata që bëjnë pa udhësi. Paqja qoftë mbi Izrael. Isaia, kapitulli 62. Për hir të Sionit, unë nuk do të hesht dhe për hir të Jeruzalemit nuk do të gjej prehje, derisa drejtësia e tij të mos dalë si agimi dhe shpëtimi I tij si një pishtar flakërues. Atëherë kombet do të shohin drejtsinë tënde dhe tërë mbretërit lavdinë tënde. Do të thirrësh me një emër të ri, që do ta tregoj goja e Zotit. Do të jesh një kurore e shkëlqyer në dorën e Zotit, një diadem mbretërore në dorë të Perëndisë tënd. Nuk do të quhesh më e braktisur, as toka jote nuk do të quhet më e shkretë, por do ta quajnë kënaqësia ime është tek ajo dhe toka jote e martuar, sepse Zoti gjen kënaqësitë e tij dhe toka jote do të ketë një dhëndër. Prandaj ashtu si një I ri martohet me një të virgjër, bijtë e tu do të martohen me ty. Dhe ashtu si I martuari gëzohet me nusen, kështu Perëndia do të gëzohet për ty. Mbi muret e tua o Jeruzalem kam vënë roje, që nuk do të heshtin kurrë, as ditën as natën. Ju që I kujtoni Zotit premtimet e tij, mos rrini në heshtje, dhe mos e lini të pushojë derisa ta ketë rivendosur Jeruzalemin dhe ta bëjë atë lëvdimin e të gjithë tokës. Zoti është betuar për krahun e tij të djathtë dhe për krahun e tij të fuqishëm. Nuk do t'u jap më grurin tënd si ushqim armiqve të tu, dhe bijtë të huajt nuk do të pinë më mushtin tënd për të cilin je munduar. Por ata që do ta kenë mbledhur grurin, do të hanë dhe do të lëvdojnë Zotin, dhe ata që do të kenë vjelur, do të pinë mushtin në oborrat e shenjtërores sime. Kaloni, kaloni nëpër porta, përgatitni rrugën për popullin, shtroni udhën, hiqni gurët, ngrini një flamur para popujve. Ja Zoti shpalli derin e skajin e tokës, I thoni bijës së Sionit, ja shpëtimi yt po vjen, ja ka me vete shpërblimin e saj dhe shpërblimi I saj e pararend. Do t'i quajnë populli I shenjtë, të shpenguarit e Zotit, dhe ti do të quhesh e kërkuara, qyteti I pabraktisur. Mateo, kapitulli 10. Dhe Jezusi I thirri të 12 dishepujt e tij pranë vetes, u dha pushtet t'i dëbojnë frymrat e ndyra dhe të shërojnë çdo sëmundje e çdo lëngat. Dhe emrat e 12 apostujve janë këta: I pari Simoni, I quajtur Pjetër, dhe Andrea, vëllai I tij, Jakobi I Zebedeut dhe Gjoni, vëllai I tij, Filipi dhe Bartolomeu, Thomai dhe Mateo, ta grambledhasi, Jakobi I Alfeut dhe Lebeu, I mbiquajtur Tade, Simon Kanaanasi dhe Judi Iskarioti, ai që dhe e tradhtoi. Këta janë të 12-tët që Jezusi I dërgoi mbasi urdhëroi duke thënë: Mos shkoni ndër pagan dhe mos hyni në asnjë qytet të samaritanëve, por shkoni më tepër te delet e humbura të shtëpisë së Izraelit. Shkoni dhe predikoni duke thënë: Mbretëria e qiejve u afrua. Shëroni të smurët, pastroni lebrozët, ngjallni të vdekurit, dëboni demonët, falas morët, falas jepni. Mos grumulloni ar, as argjend, as bakër në qesen tuaj, as trasta për ull, as 2 palë tunika, as sandale, as shkop, sepse punëtori është I denjë për ushqimin e vet. Por në çfarëdo qytet ose fshat që të hyni, pyetni kush është I denjë në të dhe atje qëndroni derisa të niseni. Dhe kur të hyni në shtëpi, përshëndetni. Dhe nëse ajo shtëpi është e denjë, le të vi paqja juaj mbi të. Por nëse nuk është e denjë, paqja juaj le të kthehet tek ju. Dhe nëse dikush nuk ju pret dhe nuk I dëgjon fjalët tuaja, duke dal nga ajo shtëpi ose nga ai qytet, shkundni pluhurin e këmbëve tuaja. Në të vërtetë po ju them se ditën e gjyqit për vendin e Sodomës dhe të Gomorës do të jetë më e lehtë se për atë qytet. Ja unë po ju dërgoj si dele në mes të uqërve. Jini pra të mençur si gjarprind
dhe të pastër si pëllumbat. Por ruhuni nga njerëzit, sepse do t'ju dorëzojnë si nedrave dhe do t'ju fshikullojnë në sinagogat e tyre. Dhe do t'ju çojnë përpara qeveritarëve dhe përpara mbretërve për shkakun tim, si dëshmi për ta dhe paganët. Por kur t'ju dorëzojnë në duart e tyre, mos u shqetësoni si ose çfarë të flisni, sepse në atë orë do t'ju jepet çfarë duhet të thoni. Sepse nuk jeni ju ata që flasin, por fryma e Atit tuaj që flet në ju. Por vëllai do të dorëzoj vëlla në vdekje dhe Ati të birin, dhe bit do të çohen kundër prindërve dhe do t'i vrasin. Dhe të gjithë do t'ju urrejnë për shkak të emrit tim. Por kush do të duroj deri në fund, ai do të shpëtohet. Por kur do t'ju përndjekin në një qytet, ikni në një qytet tjetër, sepse në të vërtetë ju them se nuk do të përfundoni së përshkruari qytetet e Izraelit derisa të vi Biri i Njeriut. Dishepulli nuk është mbi mësuesin, as shërbëtori mbi të Zotin. I mjafton dishepullit të bëhet si mësuesi i tij dhe shërbëtorit si i Zotit. Nëse zotërinë e shtëpisë e quajtën Belzebub, aq më tepër do t'i quajnë ashtu ata të shtëpisë së tij. Mos ja kini frikën pra se nuk ka gjë të mbuluar që të mos zbulohet dhe asgjë të fshehur që nuk do të njihet. Ato që ju them në errësirë e thoni në dritë, dhe ato që dëgjoni të thënë në vesh predikojeni mbi çatit. Dhe mos kini frikë nga ata që vrasin trupin, por nuk mund të vrasin shpirtin. Por kini frikë më tepër nga ai që mund t'ju humbë edhe shpirtin, edhe trupin në ferr. A nuk shiten vallë 2 harabela për një aspër? Dhe megjithatë asnjë prej tyre nuk bie për tokë pa dashjen e Atit tuaj. Por të ju edhe të gjitha fijet e flokëve të kokës janë të numëruara. Mos kini frikë pra, ju vleni më tepër se shumë harabela. Prandaj kushdo që do të më rrëfej përpara njerëzve, edhe unë do ta rrëfej përpara Atit tim në qiej. Por kushdo që do të më mohoj përpara njerëzve, edhe unë do ta mohoj përpara Atit tim që është në qiej. Mos mendoni se erdha të sjell paqen mbi tokë. Nuk erdha të sjell paqen, por shpatën. Sepse erdha të ndaj njeriu nga Ati i tij. Dhe bien nga nëna e saj, dhe nusen nga vjehra e saj, dhe armiqtë e njeriu do të jenë ata të shtëpisë së tij. Ai që e do të Atin ose nënën më shumë se mua, nuk është i denjë për mua. Dhe ai që e do birin ose bien më shumë se mua, nuk është i denjë për mua. Dhe ai që nuk e merr kryqin e vet dhe nuk vjen pas meje, nuk është i denjë për mua. Kush do të gjej jetën e vet, do ta humbas. Por kush do të humbas jetën e vet për shkakun tim, do ta gjej përsëri. Ai që ju pranon, më pranon mua, dhe ai që më pranon mua, pranon atë që më ka dërguar. Ai që pranon një profet në emër të një profeti, do të marrë shpërblimin e një profeti. Dhe ai që pranon të drejtin në emër të drejtit, do të marrë shpërblimin e një të drejti. Dhe kushdo që i jep për të pirë qofte dhe vetëm një gotë ujë të ftohtë ndonjërit prej këtyre të vegjëlve në emër të një dishepulli, në të vërtetë ju them se nuk do të humb as pak shpërblimin e tij.